Rodriguez. Ashtu I tha Trump, ushtruesës së detyrës tashmë të presidente zonjë Rodriguez, nëse nuk gaboj emrin e saj, tha se nëse nuk bashkëpunon do të pësosh më keq se sa Maduro. Po, sigurisht, mendoj që Rodriguez do ketë kujdes edhe pse ka qenë krahu I djathtë I Maduros. Maduros, po. Është një rrezik që mund të krijohet një lloj miti, të krijohet një lloj heroi pa qenë Maduro, nga lëvizjet për branda, edhe nga vendet fqinjet e Venezuelës, edhe nga branda që mendoj që do jetë vështirë të kontrollohet për branda. Amerikanë nuk e kanë qëllimin ta kontrollojnë territorin branda. Intenca tyre është të ndalohet furnizimi me naftë dhe pozicioni I geostrategjisë dhe geopolitikës kineze dhe ruse. Rusët kërkojnë dikon 2 miliard kanë investime të armatimit, S-300, pastaj Buku, Panzernishi, që ka qenë një paralizur. Nuk po thome I në konspiracion, a ka qenë një farloj dili, një loj marveshje, mirë po elektronika dhe sulmi kibernetik që është bërë, 16 agjencionit e inteligencës amerikane kanë punuar në këtë drejtim shumë për të përgatitur që aksioni të kryet për 2 orë 20 minuta. Është e çuditshme ky aksion. Na dim reputacionin e Deltës, Delta Force, e cila është andam I sasit britanik, bile edhe nga kjo është nga një oficer amerikan, pastaj marrë si lloj kopje e tillë e uniformimit një site të tillë elitare, që 93-ën çuditërisht në Mogadishi kanë pësuar. Ka qenë njerëzën humbja të mëdha, dikon 17 forcat Deltës kanë humbë, 2 snajperist më të mirë kanë qenë në nivel botror. Në Venezuelë një shtet I tillë, me gjithë ato kapacitete, hyrja dhe marrja në rezidencë është jashtëzakonisht për studim. Për ne është me rëndësi të dim që ndalet interesat ruse dhe kineze në këtë pjesë përfundimisht. E kam fjallën në aspektin militarist. Lëvizjet për branda, e përmana jo rastisht Brazilin, që do jetë problematika arshme për konceptin e doktrinës Monroe tek Trumpi. Drenika përmendi këtë faktor nuk është nështaj I vetëm, por në besoj që Amerikanët kanë arritur në përfundim që hemisfera perëndimore duhet jetë komplet në kontrollin e tyre. Por lëvizjet e brendshme është problematike. Rodriguez, presidentja kalimtare, ka një mundësi, sidomos me pjesën e generalve të ushtrisë, që të jetë kooperuese me Amerikanë, për ndryshe do jetë goditja edhe më fort, një goditje dytë, e cila